Po rikthehemi me një epizod tjetër të emisionit Muhabet me Arditin, ku të ftuar të sotëm e kemi Ismet Abdullohun, njërin nga aktivistët e hershëm të viteve 80 tutje për çështjen kombëtare, një herazi, njeri dhe shok i afërt me Zahir Bajazitin. Ismet, faleminderit që pranove ftesën edhe erdhën në studio. Faleminderit e për jush, që më keni ftuar në emisionin e juaj. Jam i hapur për debat. Para se me fillu me juve, e di që keni një histori familjare, edhe paraprakisht edhe gjeneratat para juve kanë kontribu. A mund është një histori shumë të shkurtër të familjes? Po, faleminderit. Unë rrjedh për një familje, tash është, nuk e lehtë edhe thuhet adhëtare, por ka qenë me tradita adhëtare, që është ka herët, për babet gjyshi më herët, për lëvizjes Koçake e këndej. Babën e kom pas edhe në qetën e Çabapulluzhës, njëkohësisht edhe në paratë e tjera të asaj kohe, i cili ka qenë si një figurë njoft në për atë pjesë. Është pas luftës dytë botërore, 2 herë ka ndasht të ekzekutojnë për fati ka dasht që ka pështuar. Nga thuase është akuzuar domosdoshmë për pjesëmarrje me Çabapulluzhën. Më vonë kom pas edhe vllahun të dënuar, që është për 68-ës, 81-ën ka dënuar me 5 vite burg, për ngjarjet e viteve 81. Taj ne si 3 edhe në atë kohë, unë, djallë, 2 djallë të vllaut, familja jena kanë për ndjekun. Bashkarisht djallë i vllaut të kanë dënuar për pjesëmarrjen në demonstrata, ne masanena kanë marrë mua dhe djallin e vllaut, të dyve, domosdoshmë që kështu nuk jem nda nga ky proces, edhe se s'ka qenë i lehtë, ka qenë bukur proces i vështirë në atë kohë, tu nis nga vetja, familja, rrethit, gjitha, po fatbarësisht kem kaluar të gjithë mirë edhe kem lënë të kaluar të mirë edhe para miqve dhe shokëve dhe të gjithë atyre që kena bashkëpunuar. Të pos parasysh historinë e familjes, po besoj që keni pas një femini të vështirë në aspektin social, në aspektin me tjerë. Fatbarësisht edhe aspekti social kem qëndruar mirë. Tu i falenderoj prindë vllaut e gjithëve, me xhallarëve. Kem qëndru mirë, nuk kem qenë varën asnjëherë prej pushtetit që ta shtrim dorën për një vend puna apo diçka. Kem jetuar në ato kushte të cilat kanë qenë pa u përul asnjëherë edhe pa ja shtri dorën askujt. Se kanë qenë shumë punëtor pleqt që i kanë gjallë për të punuar edhe kanë siguruar ekzistencën bukur mirë për atë kohë. Kem rezistuar. Ne nështë ka qenë pak me lehtë, merrem edhe me këtë pjesën e anës tjetër të çështjes kombëtare, sepse kena pas mbështetjen si prej babe, si prej vllaut, domosdoshmë kanë qenë haptazi të cilët na kanë mbështetur. Vetëm na kanë kërkuar që mos të korritu me njerëz. Se ka qenë jo lehtë, nuk ka qenë bashkë lehtë i përballohet aty në rrethonave të cilat janë krijuar, po mbështetjen e kena pas prej tyne. Nuk e kena pas domosdoshmë gjykimin që është rrezik, to janë ditë gjithë janë marrë parasysh, por megjithatë çdo herë na kanë mbështetur në çdo rrethon të cilën ne e kena sill atë. Më që ju kanë një farë brumosje për juve, që me u vedisu në aspektin kombëtar. Absolut. Aktiviteti ju personal, kur fillan në vitet e 89, se nuk jam gabim? Unë si i ri, që është morë 16 gjysmë vjeçare, kom fillu aktivitetin në ngjarjet e viteve 81, të cilat janë njoftën për kreta, po bashkarisht me djelët e vllavit, 2 djelët e vllavit, Neziri dhe Bedriu, kanë qenë pjesëmarrës edhe të angazhuar në atë periudhë, domethënë që unë më i riu prej tyre jam qenë i familjes, por kom qenë bashkë me ta, i aktivizuar në çështjen kombëtare. Ta edhe shok, miqë, dashamir, domethënë të cilët kanë qenë të angazhuar në atë periudhë. Po kaloj pak shpejt se Skali. E përmor deri te Zahiri më vonë. Në vitin 1989 merrni pjesë domethënë në atë organizim ku ndodhi vrasja e Ali Ajetit. Po. A mundi më na shpalos këtë pjesë? Po. Në ngjarjet e vitit 88 me grevat e minatorëve, domethënë kem qenë pjesë e angazhimit edhe në pjesën studentore, në sallën 25 maj që ka qenë atë kohë, ju kem bashkangjit grevës minatorë me shokët, po të organizuat në atë kohë,
jo të paorganizuar. Domthonë e kena mbështet. Pas ngjarjeve të 88-s vjen ngjarja e 89-s ku filluan demonstratat edhe ne si në rrethin tonë edhe në rrethe tjera kështu marrë një vendim përgjithshëm që të organizohet në atë kohë që të bëjmë demonstrata në Kosovë. Në mars 89-s, me 27 mars, ne kem dalë demonstratat në Podujevë edhe kem bërë demonstratat të nivelit bukur të lartë, domethënë që na kanë bashkangjit përgjithësi aja pjesë e qytetarëve të Podujevës edhe na ka përkrah. Në ato ngjarje ka ndodhur, sikur se dihet botërisht, që ne na detyruan të dalëm ilegal pas ngjarjeve të 27 marsit, ne jem detyruar që dalëm ilegal. Ilegal kem dalë atë ditë. Unë, Ali Ajeti, Sabri Amiti, Gjymeri, Ajvazi, edhe pas ma vonë në kanë ardhur edhe shok tjerë të cilët në kanë bashkangjit në ilegalitet. Edhe shumë zonësa tjerë, domethënë të cilët prej demonstratave që kanë qenë të organizuar, prej rrezikut që ka mujt të identifikoj pushteti jashtë koshëm, janë ardhur dhe na kanë bashkangjit në ilegalitet. Pas daljes në ilegalitet, një pjesë ishte e pamundshme kthimi në shtëpia, kem qëndruar në ilegalitet, ku një pjesë të madhe të nxënësave i kem kthyer në shtëpia, edhe i kthyer prapë që ka pas prej tyre që i kanë arrestuar, po i kanë dënuar me 1 muaj, 2 muaj. E kështu, po prapë janë liruar të vetëm si pjesëmarrës, jo si të organizuar. Se kanë qëndruar, edhe nuk e kanë pranuar që kanë qenë të organizuar, po si pjesëmarrës të demonstratave të rastishëm që kanë qenë, që i kanë të përgatiten. Pas një kohë e bukur gjatë në legalitet, domethënë 2 muaj gjysmë deri në 3 muaj ka qenë, kanë parë disa parlamentarë nga Këshilli i Evropës në Kosovë, ne kishim marrë një vendim që të bëjmë prapë demonstrat në qytetin e Podujevës, po edhe në rrethe tjera, por në rrethe tjera nuk kanë mujtë bojnë. Ne në Podujevë kem provuar dhe kem bërë demonstratën, studentë kanë provuar të qohen në protestë edhe pjesa e Gjelanit kanë pa provuar të bëjnë një demonstrat, po ka qenë e pamundshme, domethënë se rrethonat kanë qenë bukur të vështira të delet në atë kohë. Na me 30 maj kem bërë demonstratën, 31 maj, faktikisht, në Podujevë, ku kem filluar me parollën pas bukur një kohë gjatë 10 vite, me parollën Kosova Republikë. Që ka qenë bukur e vështirë për atë periudhë, sepse për një Kosova Republikë janë dënuar dhe 10 vite, 15 vite shokë tonë, aktivistat të cilët po bukur e ronë ka qenë. Ne kem filluar me atë protest që nuk na kanë bashkangjit shumë qytetarë. Ndoshta janë freguar nga kjo pjesa tjetër, ndoshta rreziqet tona edhe se për rreth kem pas domosdoshmë që na kanë qyrë, por në demonstrat nuk kanë hishëm. Ne në demonstrat kryesisht i na kanë ja 6-8 vetë, më shumë kanë qenë femna se sa ne moshkujt. Domosdoshmë që kanë qenë një pjesë në nxënësve që janë të organizuar. Demonstrat e kanë bërë flamurin Safet Ajeti dhe Nazmi Ajeti, kanë qenë të dy të organizuar, Safeti ka qenë ilegal me ne, Nazmia ka qenë në shkollë, pe shkollë me shok të organizuar, kanë dalë dhe ju kanë bashkangjit demonstratës. Mu prej klasës tyne faktikisht që në dalë, tash quhet Isa Buletini, atëherë kronë shkolla ekonomike, me parolla në demonstratë. Kem demonstruar një pjesë në qytet me qëllimin që të na bashkangjitën. A ka pas qytetarë në qytet? Ka pas. Ka qenë mesdita, ndrimi i shkollave, ku janë bërë edhe lëshimi i paraditës, po edhe të masditës, por nuk na kanë bashkangjitë. Kem depiluar për qytet 2 herë, prap kanë hezituar. Nuk i në bashkangjitë shumë, por ne prap kena vazhduar, me qëllimin a shku të shkolla atëherë 8 nëndori për t'i marrë zonësat edhe t'i futëm në bashkangjitën neve, pa të keqe, na i kanë panalë për asart në zonësat, nuk na i kanë lejuar. Me dalë, kështu që ne u detyruam të kthejmë mbrapa, pasi na kthy mbrapa, kordoni i policëve, na ka bllokuar rrugën,
edhe na detyru edhe na të kthehëm mbrapa. Edhe pas kthimit tonë, ata kanë fillu me gaz lehtësjellëse me topa gome, tuna gjuhë, ndoshta kanë gjuhë edhe kështu, po tash nuk më në di, ne na konë pregaditën, si na konë as na dërthot. Do të thonë konë të armatusën. Kem qenë. Ata shokë që kem qenë ilegali, na konë të pregaditën. Edhe të shkolla na kanë dalë në dysh. Policia për gazletësjellësit e këto na kanë dalë në dysh. Alia, me disa shokë, kanë vazhduar rrugën për Dumnic, ku i një ma vonë për shtedin edhe ku vra Alia, ne një pjesë me disa nëzonë se na hinë në bërë në shkollës të në ndori. Na kanë dalë në dysh policia, dhe ata kanë vazhduar rrugën me flamur, e ka pas Safeti dhe Nazmia Jeti, Alia u konë me ta, Sabri Kishmari, për t'i përmeni për se kanë qenë edhe në zonë sa tjerë, diku 15 në zonë sa kanë qenë me ta zbashku, këta ju kanë shumë mas flamuri, policia për t'i ndjesh këta. Edhe këta kanë shku dhe në ora shtedimit, atje e një, edhe kur e kanë pa që nuk pe i lejojnë, dhe mon, faktikisht Alia për t'i mbrojnë zonësat, unë nale edhe ka shtonë. Ka rezistuar për t'i mbrojnë zonësat, dhe mon, ka sakrifiku vetën për mës të kapë zonësat, po Alia ka qenë ilegal, dhe mon atë periud. Edhe ata të shthita i kanë arë policë shumë, nikosisht edhe me helikopter, kanë shti edhe kanë plagos Alia. Kanë plagos, të nej e kanë batë shokët. Nazi, Safeti dhe Sabri Kishmari kanë batë, dhe i diku sa kanë mujtë. Edhe Alia me derin e gjakderit madhe, se është plagos keq, e kanë shu fuqia dhe kanë dhru jetë. Këta kanë shti, në atë ras ka shti edhe Nazmia Jeti, me një revolje ka pas me veti, ka shti edhe Sabria, ka pas një automatik, edhe jenë barta kanë ikë prej e thujt, Alia ka met atë i vramë. Këta kanë vazhdua, jenë dalë në bazat ku i kena pas, në ballat se kena pas një bazë, një mik, ai miku ka qenë dhonë në rejimi, po ka qenë edhe miki Zahir Pajazitit. Se edhe Zahiri ka pas motrën e martume për lajnin verin, atë, edhe unë e kum pas qikën e motrës të martume për Nezirin. Ku kom një bazë e jona e sigur që kem nejtë të gjithë gjatë. Të pas nesh ka nejtë edhe asa Ramadani 6 muaj pas anej në atë bazë, se ka qenë bazë e sigur, ku në mas dolis tonë është kujdes edhe Zahiri për Asa Zanelin, Asa Ramadanin, është kujdes një 6 muaj për to, është sjellë, ka bartë, ka pas nevojë, ka quë, ka kthye, vonë për kujdesje për to veçantë. Pas ramjes të Alis, ne na vështërsua bukur shumë puna për të qëndruar në Kosovë, sepse u bë edhe më shumë e madhe. Ne kena kërkuar të qëndrojmë në Kosovë, që mos dalëm, por rrethonat ishin bukur shtira domon për të qëndruar edhe të bënë rezistenta, ashtu sikur se mendeshëm. Dhe kështu që ne u detyruam 7 muaj, u detyruam të alëshojmë Kosovën. Grupe kemi dalë jashtë për mos të rreziku krejt për njerë. Po nëse zinën, jo bilet për 7 dikosh ka qenë. Po gotë 2 muaj mas vrasjes. Mas vrasjes Zahirit, po. Qysh i kalu të 2 muaj, ku... Në përbazë tona ilegale, që na kanë marrë dëmon në vendas atje, dhe në kujdes shumë. Bile kem pas raste në familje, kur kem hi, ka unë nëse nuk rezistoni ma mirë mësini. Nuk i ka këshyrë familjen e vetë. Po nuk kanë motive dhe prej familjes. Nuk e ka kursye familjen e vetë, në raport me ne, ka unë, nëse sinit gatshëm të rezistoni ma mirë mësini, fare heqë. Ka qenë aja gatishmëri e njerëzve që na ka majtë. Edhe na ka furnizu edhe me arme, kur kem pas raste. Na kanë pru edhe arme, na kanë ndihmu çdo formë që kanë mujtë. Në cilin vend pastaj vazhdut në... Në Zvicër. Plej këtujt kem dalë në Zvicër, të gjithë gati kem dalë në Zvicër, edhe atje jem paraqit të azel. Në atë periudhë dhe kem vazhdu jetën si të huajt. Po dalë të figura Zahir Pajazitit, për çka dhe arsye kryesore se të konftuar të domethënë Zahir Pajaziti, kur ka filluar njohja me to, prej kur e nje? Unë Zahirin
e një bukur gjatë, moti, qysh në shkollë fillore, kem qenë në shkolla për të luajtur futboll edhe jem njoft aty, por nuk do më thonë që unë nga ajo kohë kem pas një përshëndetje njerëzore, shoqënore, pasina po, por në shkollë ju lidhje të afërt. Jo. Të në shkollë të mesme jemi identifikuar edhe Zaire çdo kush si figura të veçanta të asaj kohe të cilët janë të gatshëm të kontribuojnë për vendin edhe na kanë lidhur më shumë domthonë të gjitha këto rrethona. Edhe na kanë bërë edhe më të afër e më dashur me njëri tjetrin. Qysh e kujto si gjimnazistat, kujtohet, o koni shoqënuar? Po. Ka qenë para me Zairi, me gjeneratë ku më qenë më e ri. Po më kujtohet kur ka ardhur në shkollë të mesme në vitin e dytën po dujeve dhe kum njohur domon ka qenë një figurë jo quh në përshkruaj, po ka qenë karakteristike dhe veçantë për E njohja më madhe, kur fillon Ismet? Unë e njën nga ma shumë me honë edhe ma ofër, se në gjëja për demonstratat të tregova kështu, por nga 89-ta kur kem kaluar në ilegal, kur jem konë të dhonëri Zairit edhe Jullaj, që kem nejt ilegal, ne kërkoj shumë baza, familja u kujdeshin, edhe ne për mes tyne më ka qurë fjallë dhe mon që është i gatë shumë. Zairi edhe të nga bashkan gjitet, po edhe të sigura bazë për strehem për ne në atë kohë që ka qenë. Por të bashkan gjitë ne i kurseshëm, shok që mos mu bashkan gjitë edhe mu identifiku me ne mu rreziku, sepse qëllimi ynë është të vazhdohet edhe pas daljes tonë, edhe pas rreziku tonë, nëse na ndodh diçka, me vazhdu dikush rrugën edhe me quma nej. Bile mu ka pa edhnu pak në atë kohë, se nuk e afrova dhe mon që të morën bashk, të bashkan gjitet. Po, Zairin vitet e 90-ni, do mon stër vitet të shtarake, në Shqipnin, Sorel në atë kohë, ka ardhë prej Kosove, ka ardhë Zvicër, dhe unë ka qenë në Që ju jeni personit që një farforme e keni rekrutu, ose e keni zgjedh, po me në Zair Pajazitin për me konë pjesëmarrës në trajnimet të shtarake në Shqipëri. Po. Pra se me dollë këto, si qysh ndodhen, kush ndërmjetësoj të Ramiz Alia, kush janë personat që mundësu një farforme? Nuk është pjesë e imi aja. Unë në atë kohë, LDK-s kanë ndërmjetësuar në atë periudhë, sepse ne këshëm një projekt të cilin dëshirojshëm të mobilizojmë njerëz të përgatitëm për rrethonat të cilat do të na vinë edhe më vonë. Domthonë ne kemi insistuar vazhdimisht në atë kohë LDK-ja nëpërmes Ramiz Alisë, Sali Berisha, Kuli, kanë gjetë që të na dhonë një bazë për të stërvit njerëz të përgatit për të hyrë mbrana dhe ata ta përgatitin të rrirë mbrana, domthonë për një kryengritje të mëvonshme, të jem të gatshëm, sepse ne deshëm që aja ditë nuk do të është e lartë edhe do të vjen, do të na gjon. Po më mirë të na gjon të përgatitën se sa të na gjon pa përgatitën. Dhe ne kanë hapë bazën ushtarake në Sorel, ku në grupin e parë kanë qenë 52 vetë. Kryesisht të Llopit. Jo, ka pas edhe nga pjesë tjera, ka pas nga Gjelani, nga Vitia, nga Ferezaj, nga Kaçaniku, edhe në grupin e parë ka pas nga Voshtreja, nga Mitrovica, edhe nga Podjeva, në grupë parë. Qysh ka ndodhur për zgjedhja? Ne i kem njoft shokë të mrana, të cilët janë konë gatshëm të vinë, faktikisht i kem qua njerëz për t'i kontaktuar dhe kem kontaktuar me ta, që të vinë për një pushim jashtë, qëllimin e kanë ditë, domthonë që kur të vinë jashtë do të shkojnë, po për mos të rrezikuar mrana, kem përgatitur domthonë një dalje jashtë që marrë në Zvicër, në Gjermani, prej atujta e me lëvizje dhe më hi në Shqipëri, pa u ditë, pa e rrezikuar njerëz, domthonë që se ka qenë bukur shtirë, ti thuish ti hajde se po shkohet çdo se ke mujt me kalu kufinin e ma kallaj, po ka qenë rreziku më i madh. Identifikimi. Kështu që kem derë domthonë gjurmt mos të lëmë nëpër terren të dyshimeve, po të vinë nëpër me Zvicra dhe shkojnë. Do më thonë jeni personi ndërmjetësues i Zair Pajazitit. Atë kujtohet, a ka hezitu Zahiri? Ja. Po nuk ka pas hezitim më për çështje konkrete dhe për çështje kur është fol për vendin, nuk ka pas hezitim, po ka pas çdo herë gatishmëri. Ka pas gatishmëri, domethënë që të merr edhe vetë iniciativë dhe të është vetë ai që do të jenë edhe do të delë, do të përgatit të gjitha. Ka pas çdo herë gatishmërinë për një punë të cilën e ka bërë më vonë. A keni informata që ka shku trajnimi? Unë kom qenë pjesë e tyne dhe kom nejt vetë atë.
se i kum quë dhe në Sorel, do mon jam shku edhe ju kum quë ushqim me Zëmer Berishën, bashkë kina konë të dytë me makina, sepse u dof kemi ju quë, se kushtet pa kanë qanë malë shtira në Shqipëri, edhe ju kem quë edhe ushqim, edhe pregaditje, edhe gjitha që ka pas nevojë, edhe na shku bashkë me ta dhe në Sorel. Unë kum nejt një 2 java, me tha, pas aty jëm këthyje jashtë, po nga dëshmëria tyne ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Po kanë treguar edhe performancë të mirë, të gjithë sepse janë shkuar serioz për të përgatitur dhe për të marrë një uri nga ushtarakët e Shqipërisë. Domthon edhe ushtarakët e Shqipërisë me ta ndo jashtëzakonisht të kënaqshëm sepse janë kanë të gatshëm çdo sen për ta marrë edhe ta diçka të veçantë, domethënë të Zahir Pajazitit kryesisht në këto trajnime, a ka qenë më i dalluar se ushtarët tjerë ose çish u kon performanca e tij? Ka qenë jashtëzakonisht e veçantë, sepse ka pas interesim të mësoj sa më shumë edhe të merr dije një urisë ushtarake më të madhe. Nuk janë as të tjerë për t'i nënçmuar, se në grupor ka qenë edhe Sali Qeku, kanë qenë edhe shumë shokë tjerë, domthon të cilët kanë treguar jashtëzakonisht për kujdesit mirë për të përgatitur për ata që janë shkuar. Zahiri vetë prezenca e Zahirit çdo herë ka qenë veçantë. Sepse ka pas interesim domthon sa më shumë që të merr një uri edhe të kthehet mbrana të përgatitur shokët, të cilët i ka pas të organizuar për këtë që kena menduar çdo herë. Në atë periudhë që në grupin e parë domthon ne kem da përgjegjësitë në Shqipëri, kanë da përgjegjësitë dhe janë caktuar përgjegjës për zonat të cilat kanë më vazhduar dhe kontaktet kush me kanë me timon. Domthon Zahiri është caktuar atë kohë përgjegjës për rrethin e Prishtinës, Puli, Obiliq, dhe këto rrethet që kanë qenë po është caktuar dhe kontaktet me kanë me mbajt për të reorganizuar çdo sen më mirë edhe më tutje. Sikur me Gjilanit e ka pas Gjevat Qerimin, Ferizaj ka pas Nazmi Hoxhën, Kaçani ka pas gjithashtu Mitrovic, domthon pjesën e Deçanit ka qenë Sali Qeku në atë periudhë, domthon të cilët i kanë marrë përgjegjësitë për të përgatitur dhe të vazhdojnë kontaktin më tutje. A të kujtohet që janë kthy këta prej Shqipërisë, pasi nuk janë kthy direkt në Kosovë? Po, pjesa dërmuesi gati kanë ardhur prapë jashtë. Edhe në kthye. Edhe nuk nëpërmes shkupi, nëpërmes nuk u dekonspiru kështu. Ja, absolut grupi i parë nuk është dekonspiru. A sa kohë vazhdon grupi i dytë edhe organizimi i grupit të dytë? Edhe një kopjes mars edhe jo domethënë. Po. Grupi i dytë pasi jam kthyer prej Shqipërisë në Zvicër, veç ne kishëm filluar domthon për të përgatitur, se kem lënë shok që të merren me përgatitjen tjetër, kanë filluar edhe me një herë, domthon pas tyne kanë shkuar edhe grupi i dytë, mas një javë edhe ditë çatu plus minus, nuk e di, nuk jam i sigurt tash me datat sakta, po kanë shkuar edhe grupi i dytë në stërvitje ushtarake në Shqipëri. Pjesë e këtij grupi u kanë edhe Adem Jashari. Po. Për të cilin besoj që e keni taku. Kush vendosi që më marrë Adem Jashari pjesë grupit? A u njehte atëherë prej jush ose prej grupës të llapit? Mas jam kthy prej Zvicrë, unë jam shkuar te shtëpia ku më pushua. Edhe më ka thirrë një shok Emir Berisha. Ka qenë i organizuar i mirë, ka qenë përgjegjës për koordinim. Edhe më ka thirrë në banesë vet, ka thonë ai e kësajtë, thash po, tha, do të më taku me bisedua. Edhe ju më shkuar te Emiri. Kur ju më shkuar te Emiri, unë nuk e kom njoft Ademin dhe ato, ka qenë Rifati, mos gabofsha edhe Samia, por nuk jam i sigurt për Rifati. Po, mos gabofsha, nuk jam i sigurt, po e di për Ademin edhe për Rifatin që kanë qenë ato, kem ngronë buk te Emiri, te Emir Berisha në banesë tina atë kohë. Edhe i ka prezantuar, tha, janë da mes shok për Drenice, që i kështë njoft i mere, lidhje familjare kanë pas në me vete, nuk e di thash çfarë lidhje kanë pas, po e di që një lidhje familjare kanë pas. Edhe tha i mere, dalëm pak jashtë, dalëm, ardha Demi me ne, Adem Jashari, atë kom pa Demin për herë të parë dhe kom njoft. Në burrë zoti Mustecit veshën vesh. Të mjekrës ka pas. Në Mustecit ka pas, po mjekrës ka pas. Edhe i na dalë. Kujtohet diçka që ka thonë? Po, kujtohet. Kem bo lafje, na dalë për jashtë,
në kërë timin, edhe i na shku një restoranin në nalë me merin, edhe kemi bisedu gjatë rrugë dhe vonë që të shkon këthejet edhe Ademi të merë njerës të vetë edhe të vjen prapë në zvitër për më shku në stërviti ushtarak. Unë njoftova si janë rrethonat në Shqipëri, dhe mund qëfar si ka jetë për që, si që e në bo, është ata djelë që tash përfundojnë, dhe mund që duhet më shku pas tyne, nëse bom një gati, duhet me qu grupin tjetër për stërviti ushtarake në Shqipëri. Gjatë rrugë më kara, dhe mund bisedej me Ademin, ne ka pas gatishmërinë jashtëzakonisht madhe për të ecë me herë edhe për të marrë njerëz që i ka marrë me veti. So pjesëtor janë konë grupin e dytë, domethënë që janë trajnu në Shqipëri? Në grupin e dytë kanë shku diku 54 veta, në stërvitje bashkë me... Do më shumë se grupi para prak. Po, me stërvitje, do mund që përveçojmë Ademin, në atë grup ka qenë, ka pas edhe të Lapit, ka pas edhe Deçanit, ka pas edhe të rrethe tjera, do mund, në stërvitje është ato roke 54 vetë, kanë qenë në grupin e dytë. Po e veçova Ademin, për arsye se... Figur ma publike, po. Po. A keni pos rast për taku Ademin, a kjo është takimi fundit me to? Unë e kom taku atë, mo nuk e kom taku Ademin, pasanej jom dëgjua ku majtë me Rifatin kontakte vazhdueshme, me Rifati Ashari. Rifati atë ka qenë në Gjermani. Në Gjermani. Lajtina ke majtë kontakte, aty në sikur se ndodhi rastin në 91 që i sëlmuan, dhe këta rezistruan pasanej u detyruan të delë. Ademi në Shqipëri, po nuk kom pas rastin të atakaj masanej dhe tja me tho. Me Rifatin vazhdimisht, ku majtë kontakt, je munue. Në ato rrethonat tona ti je ma fërtyne. Pas vitit 91, cilat janë kontaktet me Zahir Pajazitin? A keni bisedua, a jeni taku shpesh? Po. Qysh janë koplonet e Zahirit? Pas vitit 91, pas i ndodhi rasti i Drenicës, i Jashareve, faktikisht një periudhë pauzue. Se u kryon rrethonat pak më të vështira, dhe mund që edhe financiarisht nuk në mbështetën ata që u luft kemë në mbështetë edhe më në ndihmu. Taj një pjesë e madhe detyruan të dalin në Shqipëri, një pjesë tjetër detyruan të dalin në për perëndim, disa në Austri, disa në Zvicër, disa në Gjermani, dhe mund e për Francë, vende ndryshme, për të shpërndarë sepse në Shqipëri nuk ishte kushte dhe mundësi për të qëndruar, edhe se kanë pas gatishmëri të qëndrojnë në Shqipëri, po rrethonat u krijuan që nuk më ishin të qëndrojnë edhe detyruan të dalin jashtë. Ka ndodhur një pauzë, dhe mund që është duft të rikorporohet ose të ristartohet. Në vitin 93 unë kom hinë mrena me disa shok për të filluar një reorganizim. So konë vështirës me që kalimi i kufinit, për mendoj? Bukur e shtirë. Nuk ka qenë letë, se edhe ke pas, dhe mund që i kanë rujt kufinin, po edhe njerës që i kanë ndihmu për të rujt kufinin, dy onë që në konë kapak, nuk ka qenë letë, në atë periudhë kena bërë 2 net e 2 ditë për të bërë rrugë, sepse ishëm ndarkuat edhe bukuran. Nuk ishtë letë, po motivi arsyeja i kaleke, edhe ato vështërsitë të cilat kanë qenë se rrugë gjatë, të gjitha ata që kanë kaluar dinë që nuk ka qenë bash rrugë letë, ta kalojsh kufinin e t'jesh mrena. Kur fillon ose kur rifillon aktiviteti i Zahirit në Kosovë, kur janë ato aksionet e para që... Zahiri nuk e ka ndalë aktivitetin, për dëmon jem detyruar faktikisht dëmon që të për mos të rrezikohet të pauzohet me këto. Që është 94 në fillon Zahiri, ka filluar aktivitetin më konkret. Dëmon që të fillojnë edhe me aksione, që kanë filluar në Shqipëri ka qenë Zahiri në atë periudhë, me një tri që pja u përmeni Avnia Jetin, për vitri ka pa shkuar Nazi u konë Llaj Avnijët, u shkuar në Tiranë, në Shqipëri edhe i në taku bashkë. Në vitin 94? Për 93-94 për vitri. Ka shkuar edhe i ka taku, Avnijën e ka pas Zahiri u konë të nejtë bashkë me to, edhe ka nejtë edhe kanë biseduar, qëto e tema, i kanë biseduar, edhe Zahiri ka muës për më rrihet më kësajde, unë dhe të këthejnë armrana edhe dhe t'ja filloj ma konkret punës, kështu që kanë ratë dakord, kanë thirë në telefon Nazi
me Zahirin më kanë thirrë në Zvicër, po më tregon. Kështu muhabeti, tha dojnë më kthye, tha nuk po dojnë më nejt, tha edhe vllau jam ajo kon më i ri. Avnia tha nuk i ndohet, tha, po dojnë tha më kthye dhe me bë sherrë më ranë. Pas kryerjes aksioneve të Zahir Pajazitit, në vitin 94-5 mendoj, ai krijon edhe bozën në Dugaxhin. Cilat janë kontaktet e tij të para me këtë pjesë të Kosovës, me Dugaxhinin? Zahiri pasi e filluan aksionet në zonën tonë Llap edhe Prishtinë, kryeshin aksione bukur të shpeshta knej, edhe rreziku çdo herë ka qenë që të zbulohen. Edhe kemi arritë domon që ta bëjmë zgjerimin edhe me zona tjera, edhe me Dugaxhin, edhe me gjitha zonat që kanë gatishmëri për t'ju bashkangjitë kësaj pjesë këtu. Do të thoj periudhë unë kom qenë i cili e kom fillu këtë muhabet, edhe kem fillu për t'i lidh me Najitin e me këta, që neve çdo atë periudhë kishim krye aksione, edhe kish krye fatbarësisht aksione të suksesshme. Pa e rrezikuar shokët, të krye aksionet edhe të nejt prap ka shtëpi edhe të shëtit. Zahiri ka bërë lëvizje të shpeshta, edhe në Shqipëri kur ka ardhur më taku edhe kem biseduar për kontaktin me Najitin, unë e kum biseduar veç live në Shqipëri, nuk e kum biseduar nëpërmes telefonit, ka qenë pyetje nëpërmes telefonit vetëm sinjale, më dhonë, ai ka ditë gjitha edhe vend takimin edhe pikat edhe orën e gjitha, se si do t'i bëjmë, se janë në Shqipëri na u konsultuam. Unë nuk e kum njohur Najitin, nuk kum ditë kush është, na të mendua që ta bëjmë zgjerimin, edhe se një pjesë e shokëve ata janë kontraorganizuar të LPK-s, nuk kanë qenë me ne, sepse na nuk i kem përkasë në periudhën e LPK-s, kem qenë jashtë aty edhe se kem shok edhe kem biseduar krejt, por nuk i na kon pjesë e LPK-s. Edhe na tu i mendua këto, i kem biseduar me shok, me Zahirin, me këta pjesën të cilët kanë qenë, që ta bëjmë zgjerimin e shtrirjen sa ma gjonë, sepse është ma mirë. Çdo shtrirje ka qenë me suksesshme për vendin, jo vetëm në lokacion po Liva, Prishtina të bëhen edhe rrezikojnë ata shokët bin masanej të ndalet puna. E kem arrit, pas disa konsultave, kem arrit në marrëveshje që të lidhëm me ta, sepse mu këta shokët të cilët ishin në kontakt me lëvizjen, premtuan që do të kanë mjete të cilat u lypshin atë periudhë, edhe do ta mbështetin, po pa të keq as njërin e as tjetrën nuk janë konë. As kur as një mjet nuk na kanë dhënë, po i kem bërë përgatitjet vetë sa kena mujtë. Nuk kanë qenë gatshëm. Me mjete vetanake keni funksionuar. Po, nuk na kanë ndihmuar as me formën tjetër, po as me atë tjetrën, sikurse na dhanë premtimet. Edhe im takua me Najitin, kanë biseduar. Kur në cilin vit? Është bo 95. 95, tash saksisht nuk e di datën. Janë takuar, janë koordinuar, domethënë që të fillojnë aksionet edhe në nivel veni, të koordinojnë, të harmonizojnë veprimet, me bo, po edhe aja pjesë prap ka munguar bukur shumë, s'ka pas rezultat, nuk kanë bo veprimet të cilat ka qenë i gatshëm Zahirit i bojnë. Po flas për bozët në Dugaxhin, që është boza Shishmonit, kur realizohet kjo bozë, që është kontakti i Zahirit me ta? Baza Shishmonit ka qenë baza jona. Unë kum jetu atje në Zvicër me një shok për në qefë si thavër, kem qenë këshi, në banes, dhe aja deke që unë jam pjesë, që ty në muhabet edhe po lëvizëm, edhe këll djale vjenë në Kosovë, edhe i takan këta, i ka njoftë, dhe monastrete familjare, edhe mas që bisedo këme ta, këta djelë shprejnë nga dishmëri, dhe mon që ta gjojnë një kanal edhe të hinë këtë pjesën kjo, nuk o të rega fort, që është kanali, edhe këthej edhe në Zvicër, më thotë smet disa studenta, dhe djelë të mirë shumë, familje të mira, thotë, kanë shprej nga dishmëri, thotë me ju pas kanë gjithë që soj pjesë, thotë, por nuk u këmë thonë, pa u konsultua me ty. Thash, shka është kështu, muhabeti, thash, okej, thash, po bisedojmë, kem biseduar dhe muhabetin, këta kanë shprej ka dishmëri që të bashkangjiten, ajo këthyje në Kosova 5,
edhe i ka taku këta. Edhe ka marrë kontaktin, domthonjë që kem kontakt me ta dhe të fillojmë. Pasane unë ja ka marrë kontaktin Zahirit, që ti ta kanë, dhe të biseda me ta, po me një kujdesje sepse janë kontri. Nuk kanë pas njohëri në drejtim, kështu që Zahiri u ka një kujdesëm edhe gradualisht të shku të i pregadit të marrë, po kem fillu tha edhe me Astritin dhe kontaktin, dhe kem pas si bazë për pjesën e kalimit kufirit, ku fatbarsisht ne kena kalu mirë, ka kalu Zahiri, kanë kalu të gjithë shokët asajle, pas një rrezik, edhe shumë jam i lumë të ndëmonë jam krenohë me atë punë, që kena gjetë një mek, një dashamir të mirë që nuk në ka lidha së fara së fisin në atë kuptimin e fjalluar. Ashtë boza e vetme, po me do ka gjenë në atë kohë. Për ne ka qenë baza e vetme. Për ne ka qenë baza e vetme që kem pas bazë tonën, edhe kem kaluë na, po edhe pasra me Zahirit kanë kaluë dhe i kara pjesa për në shefësit e Gjakovës, dhe më unë kanë kaluë asajt e të gjithë shokët. Më thonë si bazë, Zahiri aty ka qenë vitin 96, dikun në mesin e vitit 96, ha? 95 ka mujtë më konë, 95-96, dhe mund taj Zahiri ka mojtë kontaktin me ta vazhdimisht edhe ka kalu në përmes tyne vazhdimisht. A ka po Zahiri kontakte tjera me antarë të LPK-s? Kini përmendi disa takime në Tiranë? Ja, me antarë LPK-s nuk ka pas. Takime me më prertim dhe mund këta që në konë në mrena të organizuat, Naiti, Sokoli, Lahia, Regja, e këta dhe mund që ka pas kontakt mrena, nuk ka pas kontakt na, dhe mund që si një, për nuk ka mojtë, se është kujdes, Zahiri ka qenë kujdes shumë edhe nuk ka dosh që të dekonspirohet, të bjenë sy para njerëzve tjerë, sepse një njëri që kryen aksion edhe kryen veprime, e runë. Në fund të vitit 1996, Zahir Pajaziti e zhvillon një takim me Luan Haradinajn, për cilin keni full. A mund është me ndo detajet këti takimi, edhe është njohja e ti e por me Luanin këto? Për njohja e por nuk e di, sepse dika ka rridhë dhe mund që ka doshtë takohet, sepse ilegalja i ka pas. Sigurin e vetë edhe nas kem desht ta dim kush me kanë, absolut, se për sigurit tonën edhe të atyne, por në 96 është taku me Luanin në Tiranë. Kum qenë vetë prezent, por nuk ku marrë pjesë dhe mund bisedën e tyne, edhe se është ditë qa bisedojnë, edhe për arsyet si do të bisedojnë, po ka marrë kontakt me ta. Ismet para se me dollë të okti i vrosjes së Zahir Pajazitit, në fundin e janarit 1997, po du me të pyet për pseudonimin Ismeti, që ka pos dhe me thonë në emrin tuaj Zahiri, qysh i mbet ky pseudonim? Kër është kriju kontakti, thash, unë kom qenë një figurë që jam njoft edhe s'ka qenë problem për mu a lakohet emni, apo nuk lakohet, sa gjë se jam konë që më ka njoft, po publike ka qenë. Në mes kontaktin edhe Naitin, dhe më unë Zahiri ka onë që unë për marë, nofkan Ismeti, që mos me njoft, tha, dhe më unë edhe kem shku ashtu, Alia Metim ka onë për Naitin, dhe më unë që të mere kontaktin me Nait Hasanin, të bisedojnë, dhe më unë kështu që Zahiri ka marë nofkan nga unë për arsye të sigurisë që mos mu identifiku kush është e si është, nëse me ndonë që Ismeti u konë figurë që ka mujtë, dhe më në ditë, nuk ka qenë rrezik për mu edhe për familjen në drejtim, se familja e konë e pregaditën. Qadër që të vjepi me e konë pregaditën, dhe më në që me i përballuhe. Edhe për mu s'ka qenë rrezik, këto kem desh për siguritë e Zahirit, mos me ditë emrin e tina. Në krejt aktivitetin e Zahirit u diskutu shumë, u stër diskutu, po e që u diskutu mas shumë të është vrasja e tij, që ka shumë drejtëhije, ka shumë dyshime e tjera. A mund është gradualisht me na dhonë këtë që ka ndodhur në muajin janar të atij viti, edhe që shohër deri te vrasja e Zahirit? Në 96-ën për vetëri ka ardhur në Shqipëri Zahiri, dhe kem nejt për vetëri së bashku. Kem festu edhe vitin e ri atje së bashku. Natën e dytë kem qenë të Ardian Krasniqi me qërim Kelmendin, bashk kem nejt. Dhe me Zahirin, natën e pare kena prite Nazmi Zuka, në Banes,
ka qenë një oficer që lathë ka pasenin, po që mbi emnin pas ka hupi tina i Kosovës, në atë kohë që ishtë i kelaj, ke sharte strehuat e Nazmi Zuka. Kem nejt atë, kem nejt me Zahirin dhe një janarë, dikull dhe i ka i 7-8 i zbashku, une u ktheva për Zvicër, që të bojmë disa pregaditje, do mënë që Zahirit pritën në Shqipëri dhe të kthejmë ne të him bashkë. Zahiri pas i kthejna une në Shqipëri, e ka papru veçerim Kelmendin, e ka papru të plagosën natë 6 në Shqipëri. I mërzitër kryen 2 aksione vesoj shumë në Shqipëri. Zahiri kryen shok të mrana, fatë barsir që i kryetën me sukses dhe ullën sukses shumë. Zahiri u emocionu edhe nuk e përjetëj ke ranë. Dhe mënë që mos prezenca tina në aksione me shokës bashku, e përjetëj ke jashtëzakonisht ranë, edhe nuk ju rrike. Bile një aksion më tha, he vete ish fjalla për Ilirin, Ilir për në shesin, he pyte, tha të në telefon qyshe ka kalua, tha shëja, he ti ma mirë. Se ata ka nejtë mrena dhe kanë ditë, edhe he në këj pyte në telefon, tha të qeni mire, vesh mirë, tha të mire, ka shku puna me sinjale, të cilat kanë qenë, për më staron, lëshim, u krye, shpia, bla bla bla. Edhe deli emocionuan i pikshin leth. Ashtë qka kije, pak pikzimi, pak ish mërzit që su kom prezent vetë. Ashtë qka kije, thash, a ishin mirë, tha, shok, tha, mirë krejt, thash. A këshin kalua mirë, tha, mirë e këshin kalua. Ashtë po qka kije të herë. Tha, nuk e di, tha, bal, se më bëj ke erë bal, erë ja bësh mdaj njën e tjetërin, tha, veç të ka shtirë. Tha, shumë shtirë, tha, të ka me përjetua, tha, një punë kur e din, që ka metë më krye dhe nuk i atë prezent, thash, po mirë, tha, shë unë e qysh për do këtë ty, kur për i di unë, që ti je, e së pëjmë atë, nuk e di, tha, ti qysh e din, qysh e përjetua, tha, po për mu të ka eron. Shumë edhe, pas ju këtheva unë Zvicëra, që lanë më pritë atë dhe më shkue, nuk më të rega heq mua, edhe vendos këtheja të mrana. Mas e këtheja të në Kosovë më thirë për i këthuj në telefon, dhe ma në qëshi e unë e të vetë, se kësh mjetë, kësh sene për të pregadite dhe pa të losh, që në reke, tha ju më këthyje, është ku mëri e këthyje, tha në Prishtinja, është keq pas kebo. Vëlloj e tha së më nejtë. Nuk më nejtë, tha mua, dhe tha ju më këthyje, tha, mirë të kjën ka, mirë ku më kalua, kretë gjitha, tha, për nuk më nejtë mua, është hajliko. Që s'kishe mon që a i thua, dhe mon që bisedra, sepse kish krye aktin të cilin u murën vesh me qëndru. Këtë bëhet fjallë për në gjysmë të janarit. Në janar, po diku 17 janar që të pare dikon. Që janë 2 javë të fundit tjetë të Zahirit. Po. Qysh i ka kalu këtë 2 javë, a ki informacion? Po. Takimet lëvizit që i ka bo? Në Zahiri ka pas një banes këtu, që e kanë ditë pak shokë, faktikisht, e kanë ditë atë shokë të cilët kanë vepru me to dhe kanë qenë shumë të afer, dhe mon ka pas edhe sanet atë, që i ka majtë, ka kalu mirë, nuk ka pas në i rëzik, edhe mas u këthyje, është taku njerëve në itin, në i tasani, mon nuk është takua, edhe po duhet ka ditë e funit, dhe mon, faktikisht të flasë, ma shumë, se na për ditë jem di në telefon. Pa fol njerë më gjësa mbromja 2 ditje, 3, s'ka ndodhë, dhe mon veç sa me ditë qysh je mirë, ka që kryp ma bete, s'ka pas të lash tjera. Edhe po flasë për periudën e funit s'pë duhet, dhe mon këtë pjesë, kem fol në telefon. Me to, më ka honë balë, tha, ideali, tha, nuk ka, pas që takimit që u këthyje për Shqipërirë, ka taku njerë, tha, nuk është. Tha, nuk e kom pa, ma nuk ka lëvizje, ka. I kanë lënë takimit edhe ka jenë pa. Tha, qa puna me tha? është nuk li. Se nuk u konë kontakti imi, nuk ka qenë lidhe ime, ka qenë lidhe mund në përmes Ali Ahmetit. Alia ma ka prezentuar, ta shau konë direkt e Ali, sa tjetër kuj, unë sa lije ka qenë e tjetër kuj, po Alia ka prezentuar si lidhe të vetën. Dhe kom thirë Ali, në Ali Ahmetin,
Thash Ali, si janë në punë, tha mirë. Thash diçka i doja jam, thash ka lajmëruar që ai shoku ju nuk është asaj, nuk di ku është, që është, thash ku gjinët pare. Thash, tha jo mirë, tha asaj është. Thash, ai e ka taku një herë për që këthi, thash mo nuk e ka taku, thash edhe nëse ka ndodhë diçka se fillon disa arrestime që ne faktikisht nuk na rrezikojshin ato arrestimet, sepse edhe se e njoh nuk kanë pas punë edhe kontakte në këtë fushë. Nuk ka rrezikuar Zahiri me shok, na drejtim që mon pe arrestojnë shkaku i filonit që ka mora dikuj. Tha jo tha mira, thash, Ali nuk është edhe sajda, thash edhe une nuk po lu, thash. As të di kush është, as kua, thash po njoh, e luan nga jo është, as më treguar nëse keni qenë në Shqipëri, thash as po duam me taku, thash nuk më interesoja pjesë, nëse në Zvicra, në Gjermani, thash asaja, thash po shkaku i dajs tem, thash duam me ditë, që shë gjendja, thash se të marrë masa edhe më stilon dhe më onë në migëll. Jo tha mirë është, thash nuk është mirë. Thash se më kënë mirë e kishë taku, thash, edhe kishë bisedu, thash po, nuk e ka taku, mo edhe s'ka bisedu mo për pos një herë që e ka pa. Edhe i thash, nëse ndodhë diçka, thash ta dish që keni përgjësi. Sepse s'po më informa drejt që shdohet. Kur e pa ashtu, tha, që thiri, tha edhe herë, tha, masane, tha, po kujdes, tha. Edhe kena mbyll telefonin, unë e kom thirë. Zahirin, thash qështu më tha. Ashtë po nuk më lasë siguri që diçka në regull me ta, thash të kish kujdes. Ashtë po e la më fola, pe thash e njoftoj më ndethole për shda sen. Po ka thirë aj, në telefona ka thirë dhe kanë as ka thirë është përgjithësia tina, sepse nuk e di si më konë me ta të. Kem folë më honë pas 20 minuta gjysore prap me ta në telefon. Tha jo është nësh e mirë është. Mirë është, thash në këtë regam, thash drejt, thash se nëse vrahet, pe di që vrahet. Thash nëse e keni qitë, thash të di që e keni qitë, s'po në interesë, thash po, faktikisht, thash aj nuk është. Thash sa e din ku është edhe ku së, thash nuk është asajde. Edhe e kom thirë prap Zahirin Masanej. Thash qështu më abeti, qështu më thanë, thash merë një masat, keni kujdes, se nuk ka të reguar real. A e veçisht e konë në bërg, në atë për i shkëndronë në bërg. Dhe mongë ditë e funit janë tyne, nuk kanë të regu ashtu, ose nuk e ka ditë, ose si ka të regu tjetëri, është përgjithësi e tina, pse nuk e ka honë, sikur se ka qenë realiteti. E dita kritike, a ki informacion, kur është biseda fundit e jute me Zahirin? Ka qenë mund ditën që ka ndodhë. Me 31 janar, 97. Kem folën mbromje me to. Një ditë për para këna folë. Gjatë mëngjesit, ka thirë në telefon, ku është bo një shtëpi afer Zahirit, është bo Bastisja. Po jo aja ku ka qenë Zahiri. Jo baza. Unë nuk pëlluhet të laborejat pjesë, po është kontroluar dikush për afer Zahiri, po ato jo. Edhe më ka thirë në telefon, tha, balë tha, ka vizitor. Thash, a janë të ti, a janë manej, tha jo manej. Thash, a më ndel. Unë pe këshyrë, tha jo. A nuk bërë me dalë, tha se nëse dalë. Thash, ma shtirë, tha për mua me bëmë me tua, tha, fillojnë. Dhe ma në mashën vesh. Vesh tha, bërë ma halal, tha se nëse vinë, tha, ka me qa rezistaj. Nuk ka problem. Dhe ma nuk ka të losh, tha, rezistaj. Edhe pasi ndole, tha, konë dikon mëngjesi, 6:10. Atë pare, më ka thirë në telefon, tha shkun. A shik. Ik thash për jatujt me janë lesene, thash kap qatë mund është edhe ik për jatujt. Edhe u dalë. Dalë për jatujt, ka leviz, ma gjatë ditën a nuk kom folë me ta. Kom thirë një bazë në pëlliu, ku shkoj ke telefon edhe thërket shpesh, lash përësin, ashtë nëse ke pa, vjen kësajde, thujtë më lejmë ratë gjithësysh, telefoni më këthu ku e ka pas, nuk i ka ba, se u dalë, nuk kem pas më kontakt, dhe i sa lajmet e mbromjes që edhanë, lajmin tragjik për gjithë ne, po edhe për vendin, po që ti bësh. Do më ju keni kuptuat not që ka ndodhë? Po,
Po. A dini atë në ditë që shka lëviz Zahirit që atë janë lëvizjet e tij? Zahiri atë ditë ka pas më shkue deri në Voshtre, domon tash unë nuk e kom ditë sakt ditën, po e di arsyen pse ka dash më shkue dhe çysh ka dash më shkue. Po ditën edhe ora nuk e kem ditë asnjë. Atë ditë janë kontrolluar të gjitha lladat. Ku janë ra shok, një ndër ta ka qenë edhe Shaipi mos gabosh me ne Mazirin, ku janë nalë me llat edhe i kanë kontrolluar ata. Të gjitha lladat atë ditë janë kontrolluar, kështu që në farë aspekti del që u konë objektivi policisë serbe. Po. A ditë u konë domethënë me Hakifin që kanë pas lidhje familjare, doje nep? Po doje nep. Po, edhe me Edmundin. Edmundin, cila konë njohja e Zahirit me Edmundin, pas që thuhet që ka njoft atë ditë, disa thonë që ka njoft më herët. Edmundi ka pas lidhje me Astriqin edhe këta tjerë që konë shok më hershëm, ku konë i organizuar edhe Edi me këta bashkë, me këta shokë. Por atë ditë ku kanë pas të shkue, u konë Edi kontakt që është duh më shku me ta bashkë. Unë bile ku mendua që është Astriqi me ta, se ku mendua që është Edi, po Edi ka qenë kontakti ku është duh më shku edhe ku kanë pas pikën për të shkuar me bisedua. Do me thonë Edmundi u konë pjesë e grupit Gjakovës. Studentove. Dalë të një pjesë pas Rome Zahirit, qysh organizohet, pas është një farë humbje më rolit, po menoj në ato ku. Qysh riorganizohet, do me thonë, struktura, shoqënia, aktiviteti? Pas Rome Zahirit, 6 muaj është pauzuar Kosovë, se ka qenë bukur shtirë të fillan edhe të bërë një reorganizim, sepse ranë një pjesë në burg, në i të dhe tjera, domon pas 6 muajve, aksionin e parë prape kanë kryer në Lap, në shitet gorile, domon që i kalon Zahiri, kalon trashëgimtarë dhe shok që i në konë të organizuat, kanë kryer prap një aksion, po 6 muaj është pauzuar. Domon sepse ka qenë një shprastin bukur e madhe edhe ka qenë një rrezik për lëvizje me njëhershme. Edhe se në Podjevi ka pas mund të organizuat shokë të cilët janë me jashtë. Një pjesë prej tyne i ndalë, ka qenë një liri që i ndalë, se ka qenë edhe avnja jetë, domon që kanë qenë matë identifikuar rrethina, i ndalën në Shqipëri në Kanarë, Kanarë Shaj Paziri, masa në ju Kanarë Naimi, Naim Aziri, me Bekrin që shkojnë, si Mupi, Aziri edhe e thirët, ju në Kanarë Shqipëri, domon pjesa tjetër kanë vazhdu veprimtarinë në mrena. Nuk jenë dalë janë, domon nuk jenë rrezikuar që të jenë të zbuluar prej këtyne raste. Kontakti ju tash vazhdon me, po menoj me Ilirin, Iliri si një zëvendësus, një farfur me i Zahirit, po duhet pyes cilat janë kontaktet e Ilirit në Shqipëri, ose bozat e tij më saktësisht. Masi ndalen në Shqipëri, Iliri, avnia Shaipi u kthye mrena. Shaj Paziri ka nejt një 2 javë. Atu edhe është kryer në përmes Turqi, është kthyer në Kosovë prap. Iliri ka nejt në Shqipëri, nuk është kthyer, edhe avnin ta e kena marrë një pjesë njerë jashtë, është kthyer apet të mrena. Unë atë kom njoftë Ilirin edhe se kom folë në telefon mrena. Kur në kom me Zahirin, kem folë, bile unë e kom quajt djali i Prishtinë, si quisha, që mos mu marrë vesh, djali i Sherit, edhe kom taku ato, jem njoftuar, ka qenë një djali jashtëzakonisht i mirë, një djali i përkushtuar, një djali korrekt në punë, që nuk ju ka nda asnjë çast i punës. Tani në Shqipëri u bën lëvizje tjera, filluan një ori tjera, domon që filloi të zgjenue. Të zgjenue punën, sikur se ndodhi taj mas rastit jashareve, tragjedisë tyne që ka ndodhur në familje dhe rezistencës tyne, ndryshuan raportet. Domon u bë zgjerimi më i madh i çdo kapaciteti dhe u çuan krejt populli në mbështetje të rezistencës për të ardhur dhe ta fituar këto që e kemë sot. Bozat e Ilirit në Shqipëri, ai ka pas disa kontakte me disa familje atje. Ma diskutumi është me Hoklajt, pas që thuhet që ata kanë marrë edhe hak për to, e tjerë. A dini cilat janë kontaktet e tij me ta, qysh shfuron kontakt?
Te Hoklajt ka shkue se kanë Astriti ka lidhje familjare me ta, mos gabosh, a doj baba, diçka kështu. Mos të jo me sigurt, por nëpërmes tyne kanë krijuar lidhjen me Hoklajt. Që Hoklajt ju kanë ndihmuar dhe kanë palëshuar shtëpinë e vet si bazën Tropoj. Në Bajramcar. Një pyetje për fund krejt, çush e kujton Zahirin nëse kthehesh tash bën 29 vjet, domethënë prej vrosjes ti, që është më shumë se një çerek shekulli. Çush e kujton? A u koni shoqnushëm, a u kon fjalë pak, a ka ful shumë? Çush a mund më japoni profil domethënë Zahirit? Zahiri ka qenë shumë i shoqnushëm me shok, por nuk ka qenë fjalë madh. Ka qenë shumë i kujdesshëm, por ka qenë shumë i pret në veprimet e tina edhe në punën e tij. Ka qenë jashtëzakonisht një figurë konkrete për çdo temë, çdo muhabet, por nuk ka qenë fjala madhe. Ka qenë jashtëzakonisht i kujdesshëm, veprimet e veta mundve që dëshmojnë edhe aksionet edhe çdo sen e dëshmon. Figurën e Zahirit që është një figurë e veçantë. Është një figurë e cila vetë Zahiri është vetë ushkeja. Vetë aksionet e vetë Zahiri. Vetë organizatore vetë Zahiri. Më është një figurë karakteristike për historinë tonë më të re. Ismet, falenderoj shumë që ki në studio. Falenderoj për jush. E për nderit 29 vjetorit vrosjes së Zahir Pajazitit. Unë nuk noq ato dëgju. Falenderoj që e pranove ftesën. Falenderoj.